Në zemër të Malësisë Somale, fshati Reç po jeton kulmin e sezonit të gështenjave, një prej momenteve më të rëndësishme të vitit për banorët dhe turizmin lokal. Me mbi 500 hektar pyje të gështenjës, Reçi është një nga zonat kryesore në Shqipëri për prodhimin e gështenjave cilësore, që furnizojnë jo vetëm tregun vendas, por edhe atë ndërkombëtar. Çdo fundjavë, dhjetra vizitor nga gjithë Shqipëria vinë në Reç për të shijuar natyrën, gështenjat e pjekura dhe produktet tradicionale të zonës. Banorët me përkushtim dhe pasion ruajnë traditën e vjeljes dhe përpunimit të gështenjave, ndërsa po zhvillojnë edhe potencialin turistik të fshatit. Një në zonat më të piktoreske të Malësisë së Madhe dhe koha e bukur e kësaj diele ka mbledhur të banorë nga gjitha zonat e Malësisë së Madhe, të cilët vinë dhe shijojnë kënaqësitë e tyre me familjen dhe kalojnë një kohë shumë bukur. Ambienti është shumë i bukur, gështenjat kanë pas një prodhim të mirë si vjet, ku gjithë secili me familjen e vet vjen dhe e shijon prodhimet e gështenjës, të cilat janë të famshme për zonën dhe për gjithë Shqipërinë. Tjetër, shumë gjëra janë bërë dhe ka nevojë akoma, sidomos të krijojmë një ambient akoma më të bukur këtu, pasi vetë natyra është e bukur, por ka nevojë që të kemi akoma dhe më shumë investime në përmirësimin t'ia bëjmë sa më të lehtë banorëve qëndrimin dhe shijimin e kësaj mrekullie të natyrës. Sezoni i gështenjave në Reç është një shembull i bashkëjetesës së natyrës, traditës dhe turizmit, duke ofruar një eksperiencë e veçantë për vizitorët dhe duke mbështetur zhvillimin lokal. Reçi ju pret çdo fundjavë me gështenja, natyrë dhe mikpritje autentike.